me permet de vous faire la traduction. Kemi shumë për të. Në takimin që kisha me Ministrin e Punëve të Jashtme të Monakos, ram në pajtim që Republika Kosovës dhe Monakoja ta thellojnë dhe zgjerojnë bashkëpunimin përmes nënshkrimit të një marrëveshje Kornis, e cila marrëveshje do duhej ta rregullonte dhe ta inicionte këtë bashkëpunim në disa fusha të jetës, prej ekonomisë, nëpërmes tregtisë, arsimit, shkencës, kulturës dhe sportit, dhe në të ardhmen në mes të qeverive tona të kenë edhe persona përgjegjës të cilët do duhet ta koordinojnë një bashkëpunim të tillë. Natyrisht që do të ketë edhe marrëveshje të tjera në disa fusha të jetës, të cilat do duhet ta formalizojnë këtë bashkëpunim në mes të Monakos dhe Kosovës. Po ashtu unë kërkova nga ai që Monako ta mbështet Kosovën në rrugën e saj të antarësimit në disa organizma evropian dhe global, mora mbështetje konkrete në këtë drejtim dhe me që viti 2014 do t'jetë vitin e Kosovës multilaterale dhe aplikimi jo në shumë organizata do t'jetë prioritet mbi prioritetet, unë besoj që Monako, sikurse shtetet tjera që kam takuar këtyre ditëve të fundit, do t'jenë mbështetës të fuqishme të Republikës së Kosovës. Écoutez, je suis particulièrement heureux d'avoir fait la connaissance de Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Kosovo. Je crois que nous nous sommes trouvés des points communs. Nous les avions déjà un peu identifiés lors de réunions de travail en principauté. Et je crois que une collaboration entre le Kosovo et la principauté de Monaco est non seulement possible, mais également souhaitable. En tout cas, Monaco porte un grand intérêt au développement et de l'indépendance du Kosovo et de sa reconnaissance internationale. Et nous serons très heureux de suivre l'évolution de votre pays dans ce contexte.